Përshëndetje nga kuzhina Nirit, sot kam vendosur përgatit për sfir kismet sandviqa. Blumi përbehet pra prej 550 gram miell, 250 ml qumësht të ngrohtë, një vezë e plot, që skatrori moja të bukës të freskët ose një lugë të gjellës moja të bukës pluhur, një lugë të mesme me krip, një lugë të mesme sheqer, 50 gram deri në 60 gram gjalp të shkrier. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tek bakalli ku kemi qumshtin e ngrohtë, e troshitim edhe majën e bukës, e shtojna gjalpën e shkrier, për ndryshe buta, unë e përdor gjithmonë buta e jo margarin, kripen, sheqerin, edhe me bismillah i përzim të përdorës. Pasi që i kemi përzit qëtë përdersit me të dorës, tashti e qesim pra tek mielli në mikser ose përzini blumin me duar, si të doni. Blumin e kemi përzini në mikser, tashti pra e nalim edhe mikserin. Një blum i but, e marrim pak miell edhe e qesim tek trosa e kuzhinës. Tashti e qesim blumin pra hekum prej mikserit. E ngjeshim me duar njëherë, mirë. Shkojmë duke e palu kështu. Edhe me njëherë i ndojna kulaçat për sandviqa. Pasi i kemi ranu kështu blumit me duar. Nga këj blum i kemi ndo pra 10 kuleq. I rrokollisim kështu nga pak me miell edhe ja bojna format rrobullake sikur gjithë kuleqve. I kemi rrokollis të gjithë kuleqt në pak miell. Bismillah, tash marrim tollusën. Edhe i tollojna kuleqt një nga një. Duke ja u dhënë edhe formën, edhe duke i qitë pra në tepsi, ku kemi qitë edhe letër për pjekje. Të lojna në këtë masi, edhe shkojna duke i mështjel të ashte sandviqet. Gjitha qoshet i ranojna kështu me kishta mbyllën pra. Mirë. Edhe përmi kështu prapë, sikur se kur të hëllojna e ranojna. E marrim tepsin, ku kemi qitë letër për pjekje, edhe i renditim sandviqat në tepsi. Kështu me radhë i të hëllojna pra të gjithë
kulesht si kurse kulaqin e parë. I kemi mbështjell krejt sandviqat edhe I kemi rendit në tepsi. Tash e marrim një salvete pastërt edhe I mbulojna për 1 orë që të pushojnë kështu në kuzhinë, temperaturë dhomës pra. 1 orë të mbuluar me salvete. Mbas 1 ore tash të ja largojna salvetën sandviqave. Për mi bismillah I lyna vetëm me qumsh të ftoft edhe farat e susomit e qesin për mi pra. Furrën e kemi lëshu me nxehë, temperaturë 190 gradë, që tjetë pra e nxehur mirë, edhe me njëherë e fusim tepsin me sandviqa pra, që t'pjeken sandviqat në temperaturë 190 gradë. Për mi pra I qesin farat e susomit. Nëse s'keni bën edhe pa to, jo që I keni ja qitni. Mbas ja kemi qitë edhe farat e susomit, tashti e fusim tepsin në furrën e nxehur në temperaturë 190 gradë që pjeken edhe sandviqet. Edhe sandviqat I kemi hek prej furrës, pra I kemi pjek në temperaturë 190 gradë për 20 minuta. Duken kështu janë të nxehtë do val, mbushjen mundeni me bo me çka ju t'keni qef. Tashti, bismillah e shifni se janë pjek për fundi, ashtu edhe për mi. I leni pak me ftuf, pra dalin të butë pamuk. Unë e qëtash prej njën mes të nxehtë, edhe shifni si duket pra edhe pse janë të nxehtë, ju I leni pak normal me ftuf, edhe mbushen brenda me çka do e beni. Me salat, me domate, me tronguj për ndryshe kastraveca, për syfyr për ma let, djallë të bardhe preni kështu në fetat holla, bashkë që ashtu ju knoqen mas shumëti. Pra, mbushja është zgjidhja e juaj, qësh ju ja u konna ose I keni qef. Ja vlen ti provani që ushqimet I përgadit vetë nuk ka asgjë ma të bukur. Për mu, menimi im, sepse unë kam qef prej durve të mija me përgadit gjithmonë. Po shohim në rrjetet sociale çdo përgatitje që përbojnë me çfarë duarve përgatitin, kështu që nuk ka ma mirë se me duar tua. Për atë arsye unë edhe rrallë dhe hiç nuk ha jashtë, veç nuk tham se kur, por veç është më zanë puna din, se qefi jam kam qef gjithmonë me përgatit vetë. Pastër të mirë edhe e din çka e si qësh I ke përgatit. Pra tash e prejna edhe një sandviq nga brenda e shifni si duken. E kemi prej nga brenda një sandviq edhe pse janë nxehtë të val, pra e pja shifni ovullin, pa mok dalin. Leni ju pak me ftuf edhe e shifni pra pa mok të but dalin. Mundin edhe kështu, veç me pak ngjymë ose lang, ju knoqen, pra mbushjen qësh dëni ju sipas dëshirës t'juve ja bëni brenda. Nëse I provoni, ju lumshin duart, motrat e dashura. Allah na pranoft agjerimin e deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju them miru pafshim.